Partia Demokratike akuzoi presidentin e Republikës Bayram Begaj se shkeli kushtetutën kur dekretoi datën e zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës në Komisionin e Ligjeve. Nënkryetari PD-s Erbil Bashi deklaroi se ky dekret ka zero vlerë ligjore, por sa kohë që gjykata kushtetuese nuk ka shqyrtuar ankimimin e Erion Veliajt. Data e dekretuar për momentin është nul. Sa kohë ka një çështje në gjykatë kushtetuese për të shqyrtuar dhe derisa të shprehet ajo gjykatë kushtetuese, ai dekret është në fakt i paqen. Presidenti mund bëj pirueta sa të doj, por shkelja që ka bërë duke pranuar kërkesën e kryeministit dhe më pas duke nxjerrë dekretin është absolutisht në kundërshtim me kushtetutën. Por socialistët në komision preferuan të shmangin çdo koment për dekretin e presidentit Begaj, duke u fokusuar tek rendi i ditës e përfundimi i mandatit për 5 anëtarët e komisionit rregullator, që është një prej 3 organeve të KQZ-s. Socialisti Damian Gjiknuri kërkoi që për shkak të zgjedhjeve të pjesshme që do të mbahen në 6 bashkitë e vendit, të aplikohet procedurë për shpejtuar në procesin e zgjedhjes së anëtarëve të rinj, duke ruajtur balancat mes mazhorancës dhe opozitës. Kështu që këtë do të propozohet ngrihet një në komision që sot filloi nga puna. Ky është mendimi im për të mos ta bërë debat edhe për të vazhduar sa më shpejt për të pasur një organ funksional. E mirë është nga mesi tetorit, sepse është dhe faza ku do të përgatiten dhe aktet për përgatitjen e zgjedhjeve të cilat do të zhvillohen në disa bashki të vendit. Por propozimi socialistëve u rrëzua nga opozita, e cila kërkoi respektimin e rregullores dhe ndjekjen e procedurës normale për zgjedhjen e anëtarëve të komisionit rregullator. Shqetësimi i opozitës ishte kush do të hartojë rregullat për zgjedhje pjesshme të 9 nëntorit nëse anëtarëve aktual u përfundon mandati në 5 tetor, duke këmbë ngulur që ata të qëndrojnë në detyrë derisa të zgjidhen anëtarët e rinj. Në përfundim të debateve u vendos që të respektohet rregulloria të nisë procedura për zgjedhjen e anëtarëve të komisionit rregullator. Bashkë me komisionin rregullator u hap gara edhe për zëvendës komisionerin, postë të cilin e ka sot Lealba Pelingu e propozuar nga Partia Demokratike, pasi mandati i saj ka përfunduar prej një viti.